Rreth orës 12:10 në lagjën Dardania në Gjakov, saktësisht në rrugën drejton Zeneli, ka ndodhur një aksident trafiku i cili ka përfshirë 2 automjete. Përplasja ka rezultuar me dëmë materiale, ndërsa një person ka pësuar lëndime trupore. Sipas raportimeve fillestare, i lënduari është dërguar në emergjencën e spitalit Isa Gresta. Policia ka dalë menjëherë në vend ngjarje për të nisur hetimet rreth shkaqeve të aksidentit, edhe pse lëndimet janë vlerësuar si të lehta. Rastet ka rikthyer vëmendjen tek domosdoshmëria kujdesit në qarkullim, sidomos në kushte të vështira atmosferike. Vetëm 5 minuta më vonë, rreth orës 12:15, një tjetër aksident ka ndodhur në rrugën Vëllezrit-Frashëri. Edhe në këtë rast janë përfshirë 2 automjete dhe si pasojë një person tjetër është dërguar për trajtim mjekësor. Edhe ky incident ka përfunduar me lëndime të lehta trupore. Autoritetet po punojnë për zbardhjen e të 2 rasteve, ndërsa u bën thirrje pjesëmarrësve në trafik që të tregojnë kujdes të shtuar, veçanërisht në kushte të vështira atmosferike.